رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام أنف النواصب جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na zgjati jetën dhe na i mundsoi që të përjetojmë të mirat dhe begatitë e Allahut Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu na mundson që ta falenderojmë në atë mënyrë siç i takon Allahut Azza wa Jall. Ne edhe më tej vazhdojmë të jetojmë disa çaste me shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiqun radiallahu an, pasi që Allahu Azza wa Jall s'na i ka mundsu që të jetojmë me ta në këtë dunja, valla nuk vlen që disa çaste t'i dajmë me Abu Bakr Siddiqun radiallahu an dhe ta shohmi se ku është shëtësira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: çdo njerin i cili ka bën mirësi ndaj meje, apo më ka ndihmu në dinin Allahut Azza wa Jall, tha mendoj se e kam shpërblej, përveç se një njeri kam qenë i pa aft ta shpërblej, për këtë arsye kam lënë Allahun Azza wa Jall që ta shpërblen atë. Ai është Abdullah ibn Uthmani, Abu Bakr Siddiq radiallahu an. Dhe kjo është ligjerata e tretë që jetojmë me Abu Bakr Siddiqun radiallahu an. Faktikisht që kushtoj dhe 100 ligjerata, nuk kemi aftësi dhe mundësi që japmi hakun Abu Bakr Siddiqut radiallahu an, që mirësit dhe kontributi Abu Bakr Siddiqut sot e kësaj dite ne e shijojmë dhe e përjetojmë. Për këtë arsye, në ligjeratën e ditë, ligjeratën e kalum, ngelëm me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e parashtruj
pyetën shokët e tij dhe thanë: Ja Rasulallah, cili njeri është më i dashur te ti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam o përgjigj dhe tha: Aisha. Tha: prej meshkujve dhe burrave. Tha: baba i saj, Abu Bakr Siddiku radiallahu an. Gjithashtu thamë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tregonte dhe thonte: ati të cilit jo është dashuru namazi, ditën e gjykimit do të ftohet nga dera e namazit. Ati të cilit i është dashuru sadakaja, ditën e gjykimit do të ftohet të hinë xhennetin e Allahut nga dera e lëmoshës apo sadakas. Abu Bakr Siddiku radiallahu an dëgjonte se çka po flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abu Bakr Siddiku parashtroi një pyetje shumë me rëndësi dhe i tha: ja Rasulallah, a ka ndonjë njeri i cili ftohet nga 8 dirt e xhennetit të hinë xhennetin e Allahut azza wa jall? O përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: ti e njani prej atyre, ja Abu Bakr. Pra për Abu Bakr Siddiqun radiallahu an përmallohen 8 dirt e xhennetit që të kalon Abu Bakr Siddiqun xhennetin e Allahut azza wa jall. Parat Ibn Qayyim në vargjet e tij thot: wala sawfa yud'a al-mar'u min abwabiha jaman idha waffa hulal imani. Pra njeriu ka muftu nga të gjithë dirt e xhennetit nëse e plotson besimin e tij. Minhum Abu Bakrun huwa Siddiqu dhaka khalifatul mab'uth bil Qur'ani. E njani prej atinve është Abu Bakr Siddiqu, zëvendësi, makamsi pejgamberit Allahut, i dërguar dhe i përcaktuar me Kur'an. Gjithashtu transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha: dëgjoj vllai dashur musliman, se sa vullnet të lartë Abu Bakr Siddiqu kishte për fenë e Allahut azza wa jall, sa kontriboi Abu Bakr Siddiqu për dinin e Allahut azza wa jall. Aisha transmeton dhe thot: përderisa musliman fillestar ishin të fshehur në shtëpinë e Arqam i të birit Arqamit, edhe pse Arqam i biri Arqamit ishte një gjalosh i cili nuk ish ma shumë se 11 vet, mirë po shtëpia e tij o regjistru në historinë islame ke vatra e pare të cila e përcoli dinin Allahut azza wa jall, që sot e kësaj dite mirësit e shtëpis Arqam ibn Arqamit ne i përjetojmë dhe i shejojmë. Aisha transmeton dhe thot: përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i fshehur në shtëpinë e Arqam të biri Arqamit, arriti numri 38 musliman. Erdh Abu Bakr Siddiqu radiallahu an, insiston që të dalin haptas, që ta përcelin dinin Allahut azza wa jall. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonte: ja Abu Bakr, ende jemi të dop, ende jemi pak. Insistoi Abu Bakr Siddiqu që të dalin publikisht dhe ju përgjigj kërkesës së Abu Bakr Siddiqut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dolën në Mekë, musliman të parë o ngrit Abu Bakr Siddiqu. Pra Abu Bakr Siddiqu është ligjeruesi i parë publikisht që ftojnë dinin Allahut azza wa jall në Mekë. Val, çka ka për të ndodhur kur Abu Bakr Siddiqu ngritet me një vend ko për rreth tij ishin 360 idhuj? Çka ka për të ndodhur me Abu Bakr Siddiqun? Ndodhi ajo që e shënoi historia dhe që e shënoi regjistri Allahut azza wa jall, që Abu Bakr Siddiqu radiallahu an
ta mëson se si duhet të sakrifikohet për dinin Allahut Azza wa Jall. Abu Bakr Siddiqun o ngritën mushrikët dhe rahën derisa Utbet ibn Rabia ja përgjaki fytyrën Abu Bakr Siddiqut radiallahu an, derisa o rah Abu Bakr Siddiqu për dinin Allahut Azza wa Jall, derisa humbi vetdijen. O ngritën Benu Tejm, fisi Abu Bakr Siddiqut, e morën në qebe Abu Bakr Siddiqun, duke mendu se ka vdek dhe thanë vëllah, kemi me mbit Utbet ibn Rabi, e dërguan Abu Bakr Siddiqun shtëpinë e tij. Prej mëngjes derin bramje, qëndron të baba i Abu Bakr Siddiqut të koka i tij, dhe Abu Bakr Siddiqun në mbranje erdhe dija val, cilën fjalë do të thot Abu Bakr Siddiqu radiallahu an. Krejt e kanë dert për vetën e tij, vetëm Abu Bakr Siddiqu ka dertin e dinit Allahut dhe të dërguarit Allahut Azza wa Jall. Abu Bakr Siddiqu përsa në vetdije pyette për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa krije fisat e Beni Tejmit i thojshin këshire vetën tane, leje Muhammed i birin Abdullah të lë prej dere. Nana Abu Bakr Siddiqut tentoj të ti jip të diçka të pin apo të ngran, kurse Abu Bakr Siddiqu nuk e kish dert për vetën e ti, e kish dert val, çka ka ndodh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye jap drejtoj këtë pyetje nanës së vet dhe i tha, shkote Umu Gjemilja, motra Omer ibn Khattabit, dhe pyete për Muhammedin e birin e Abdullahut, se si është gjendja e tij. Shkoi nana Abu Bakr Siddiqut te Umu Gjemilja dhe e pyeti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ajo friksu nga nana Abu Bakr Siddiqut dhe i tha, nuk e di unë as Muhammedin as Abu Bakrin. Tha vallaj, gjali im më ka dërgu të ti. Tha si dush unë e vite aj. Kole po nana Ummul Gjemil, motra Omer ibn Khattabit, Abu Bakr Siddiqun atë shumë të rap, ja nisi me qajt dhe tha, Allahu ju hak martja Abu Bakr, ato që vepruan këtë manir me ti. Abu Bakr Siddiqu e parashtroj pyqen dhe i tha, si është Rasulullah. Tha ja Abu Bakr, nana itja është në dhomë. Tha mos e ke der. Tha alhamdulillah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mirë dhe rahat. Tha ku gjindet ai? Tha në shtëpin e Erkam i bir Erkamit. Tha merë në mni dhe qomni, se vallaj, zemra Abu Bakr Siddiqut nuk qetësot, deri ta shef mesit e ballit të ti, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se është në gjendje të mirë. Pritën pak, deri sa erdh me sa e ditës, që njerëz kalonin pak, e morën Abu Bakr Siddiqun radiallahu an, të e dërguan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kore po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiqun radiallahu an, ja nisi me qaj, dhe e puthi Abu Bakr Siddiqun radiallahu an, gjithashtu dhe vepruan musliman. Abu Bakr Siddiqun radiallahu an tha, ja Rasulallah, mos u brengos për mu. Tha alhamdulillah, që ti e mirë, pas teje tha nuk ka der. Çka ndodh me Abu Bakr Siddiqun radiallahu an? Pasaj pejgamberi Abu Bakr Siddiqu kërkoi pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të ban një lutje dhe një dua për nanën Abu Bakr Siddiqut radiallahu an. Të tha ja Rasulallah, kjo nana ime
është një nan e but dhe mirë, ban dua që Allah që zgjeron gjoksin dhe ta pranon islamin. Verboj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ju përgjigj kërkesës e Abu Bakr Siddiqut. Skaluan ditë vetëm nana Abu Bakr Siddiqut, Selma e bia Sakhrit, hin në islam që ta përjeton lumturin dhe knajtësin e dinit Allah në dunja dhe në ahiret. Abu Bakr Siddiqu radiallahu an, për mbrojtjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faktikisht nuk na mjaftojnë ligjerata, nga se jeta e Abu Bakr Siddiqut ka qenë wakaf për dinin e Allahut dhe për të dërguarin e Allahut azza wa jall deri frimarjet e fundit. Transmeton Ali ibn Abi Talib, i cili thot, ishte fëmijë i ri në islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Mekke, tha ju ngritën mushrikët, e kapën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtrëngun dhe lëkonën. Tha dhe i than ati e ai cili tenton me na i bani zot dhe me na i injoru zotët ton. Tha vallaj, nga s'njani prej nesh nuk ka pas guxim që të ngritet e të mbron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përveç se Abu Bakr Siddiqu radiallahu an i mshon të njanit dhe hedh të qetrin dhe thonte, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, apo tentoni me mbyt një njeri vetëm se thot se Zoti im është Allah. Pastaj Ali ibn Abi Talib, duke rëfe këtë transmitim, ja nisi me qaj, derisa e përloti gjibën e ti dhe tha, o ju musliman, tha me më tregoni, cili është ma me vlerë, a Abu Bakr Siddiqu radiallahu an, apo a i që ka fshe besimin në kohën e Firaunit, që Allahu e ka cek në Kurani Kerim. Të pranishtin me heshmën dhe tha Ali ibn Abi Talib, tha përgjigjoni, ato prap heshtën, tha vallahi, vetëm një qas i Abu Bakr Siddiqut radiallahu an, është ma me vlerë se sa 1000 qaste të ati që fshehi besimin ka në Firaunit. Tha cili është dalimi, nga se Abu Bakr Siddiqu radiallahu an e publikoj islamin e ti, përjetoj torturat të ndryshme për shkak publikimit të dinit Allah, ndëse aj që jetoj familjen dhe kohën e Firaunit e fshehu imanin. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa derisa ishte në Qabe, erdh Uqbet ibn Abi Muayt, dhe shtrëngoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në qafë, derisa tentoi ta fur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon dhe Abdullah ibn Omeri, nuk pati guxim në atë kohë, nga se muslimant ishin të dopë që të dalin në mbrojtje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpas Abu Bakr Siddiqu radiallahu an. Pra jeta e pejgamberit Abu Bakr Siddiqut ishte shumë e lirë krahasim me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lexon të fjalën Allah, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, atentoni ta mbytni një njeri vetëm se pretendon dhe beson se Allah është Zoti i tij, wa laqad ja'akum bil bayinat, edhe pse fakte dhe argumente të qarta ju ka sjell. Abu Bakr Siddiqu radiallahu an e donte fort pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa siç na transmetohet me një rivajet që e kanë nxjerr Imam Bukhariu dhe Ahmedi, dhe gjavllaj dasër musliman, se sa Abu Bakr Siddiqu ja ka rujt sekretin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Abdullah ibn Omeri, i cili thot, Omer ibn Khattabit, kur ju met vajza e ti Hafsa e vej,
pas vdekjes së Khanis ibn Hudhafa al-Sahmi, Omer ibn Khattabi shkoi te Uthman ibn Affani dhe ja prezentoi vajzën e tij Hafsën dhe i tha: ja Uthman, ke dëshirë ta martosh vajzën ti me Hafsën? Uthman ibn Affani tha: me lejo disa ditë të mendoj. Pas disa ditëve jo kthej përgjigje Abu Bakr Omer ibn Khattabit dhe i tha: nuk ka vendos që në këtë kohë të martona. Pasaj Omer ibn Khattabi shikonte se cili burr është më i devotshëm dhe më me pesh që ta marton vajzën e tij. Dhe po Abu Bakr Siddiku radiallahu anh shkoi te Abu Bakr Siddiku dhe i tha: ja Abu Bakr, ke dëshirë ta martosh vajzën ti me Hafsën? Abu Bakr Siddiku nuk i kthej përgjigje dhe Omer ibn Khattabi o i dhëru fort. Pse Abu Bakr Siddiku nuk i tha as po e as jo? Kaluan disa ditë derisa bija në Omer ibn Khattabit Hafsën e martoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që u martu pejgamberi Allahut, ardh Abu Bakr Siddiku te Omeri dhe i tha: ja Omer, tha ndoshta mu ke i dhëru pse s'kam kthi përgjigje? Tha po valla, s'ka pas në atë kohë munafik lëk. Tha po valla, tu kam i dhëru. Tha su më thave as po as jo. Tha vallaj, tha une pa të ndëgju se pejgamberi Allahut dëshiron ta marton vajzën tonë Hafsën dhe s'pa ta dëshirë që sekretin e pejgamberit Allahut ta publikoj. Tha me pas lon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta kisha martu vajzën tonë. Pra Abu Bakr Siddiku është njani prej më të kujdesshmëve që e ruan sekretin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiku kur hyn në Islam i posedon pasuri 40.000 dirham. Kur vdes Abu Bakr Siddiku, shkon te Allahu Azza wa Jall, palon pas vete as një dirham. Ja Abu Bakr, ku është pasuria jote? Ku është biznesi jot? Pasuria e Abu Bakrit radiallahu an, pat hin tregti me Allahun Azza wa Jall, dhe e pat dhonë për Allahun Azza wa Jall. Abu Bakr Siddik është njani që 7 rob i ka lejru për Allah, që janë dënu për Allahun Azza wa Jall, dhe këto janë Bilali radiallahu an, Abir ibn Fuhejra, Zenira, Enehdia dhe vajza e saj, Gjarje, që ka qenë robreshet e Beni Muammel dhe Umu Abis. Këto janë 7 rob që Abu Bakr Siddiku radiallahu an me pasurin halal i ka ble dhe i ka liru për Allahun Azza wa Jall. Na transmeton Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, tregon dhe thot: mushrikët e dënuan Bilalin radiallahu an, ka se Bilali ishte njani prej të parve që e pranoi Islamin. Kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pran Bilalit, e mbi gjoksin e Bilalit mushrikët patnuan gurë të mdhej të nxehtë, edhe ja imponojshin që ti beson krejt zota që e besoj, ndërsa Bilali vetëm thënë të një dhe një. Kaloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'pat mundësi të ndihmon Bilalit, vetëm i tha: ja Bilal, ai që për të cilin po thue nja, ban sabër dhe dorim, se ai ka për të shpëtu. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, takoi Abu Bakr Siddikun dhe i tha: Bilali, po torturon të për Allahun Azza wa Jall. Kuptoi Abu Bakr Siddiku çka ka për qëllim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkoi në shtëpi, e mor
Një qese me altan, dhe shkoj të Umeje ibn Khalef dhe i tha, a ma shet Bilalin? Tha po ta shes. E blejti Ebu Bakr Siddiku Bilalin dhe liroj prej robëris, për të cilën thot Imam Kurtubio, Allahu Azza wa Jall, për këtë rast ka zbrit ajetën Kurani Kerim. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, wa se ju gjennebuhal etqa, pra ja Ebu Bakr të lumt me këtë medal që e ke fitu prej anës Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall, se ju gjennebuhal etqa, këtë zjarëm që e përshkujtëm, njani nuk do tjetë në këtë vend. Kush është aj? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, ai cili jep pasurin e vet, jep pasurin e vet për të pastruar vetën e tij. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kur luri lu Bilali dhe u përshparit të dhe u bisedon të në Mekke, a ka mundësi që Ebu Bakr Siddiku ka të shpare të jape për të liru një ropë? Sa shë mundshme? Sigurisht Bilali ja ka bon dhe një të mirë, se kur kosh nuk i jep dinar pa interes. Allahu Azza wa Jall e mbrojti Ebu Bakr Siddikun Kurani Kerim dhe tha, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Te Ebu Bakri nuk ka pas as një hak, as Bilali, as qëtër kosh, illa btiga e wajhi rabbihil ala. Këta ka bo që qëtë e knaqon fitira Allahut Azza wa Jall, wala saufa yarda. Pra Ebu Bakri dhe ato që janë si Ebu Bakri, thot Allahu Azza wa Jall, kanë me i përvjetu gëzimet në ditën që Allahu Azza wa Jall ka premtu se do t'i shpërblen bamirësit. Lusim Allahun Azza wa Jall që t'na ban prej bamirësve. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. Abu Bakr Siddiq radiallahu an është njeri që Allahu Azza wa Jall për ta zbriti ajetën Kurani Kerim. Abu Bakr Siddiq radiallahu an është njeri i cili sakrifikoi vetën e tij, familjen e tij dhe pasurin e tij për dinin e Allahut Azza wa Jall. Abu Bakr Siddiq radiallahu an ishte njeri që nuk u garonte me ta. Omer ibn Khattabi transmeton dhe tregon dhe thot, një ditë prej ditëve marr një pasuri e madhe, tha dhe tentova të garoj me Abu Bakr Siddiqun radiallahu an, e dhash gjisën e pasuris, e pastaj shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mendu se atë ditë ja kam te i kalu të gjithve, të gjithë muslimanve të asaj kohe, për dinin Allahut Azza wa Jall që kam dhonë, nga sa ata garonshin këtë çështje, nga sa ata e dishin se ai i cili e jep një dinar për Allahun Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall ja kompenzon me të mirën këtë dunja dhe ja shumë fishon shpërblimin në ahiret. Për ata Allahu ka thonë dhe në Kurani Kerim, wa fi dhalik falyatanafasil mutanafisun. Këtë çështje le të bëjnë gara, mos të bëjnë garën harame, mos të bëjnë garën bizniset të dunjas, mos të bëjnë garën shregullime, le të bëjnë gara në dinin Allahut Azza wa Jall. Omer ibn Khattabi tha shkova te pejgamberi Allahut, tha mendova se të gjithë dhe ja kam kalu. Tha pejgamberi Allahut, ja Omer, sa ke dhon dhe sa ke lon? Tha ja Rasul Allah, gjisën e kam dhon dhe gjisën e kam lon. Erdh Abu Bakr Siddiq radiallahu an
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dështi me abo me dia Omerit dhe të gjithë të pranishë bani gara me të gjithë, vetëm me Abu Bakar nuk bëhet gara. Tha ja Abu Bakar, çka ke lënë dhe çka ke dhënë? Tha e kam dhënë të gjithë, ja kam lënë familjes time, Allahun dhe pejgamberin Allahut. Tha Omer ibn Khattabi, prej atë ditë e kam ditë se nuk garohet me Abu Bakar Siddiqun radiallahu anhu, ndërsa sot muslimanëve nëse ja lip një dinar për dinin Allahut, për të prediku dinin Allahut azza wa jall, e shiqon atë dinar që të pranë, ndërsa ato e jipshin atë më të dashur, nga se dini Allahut ishte më i dashur të to. Para ta e meritoj Abu Bakar Siddiqu radiallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mbron shumë raste. Një rast na transmeton Abdullah ibn Omer, këtë hadith e ka nxjerr Imam Buhariu, Abu Dawudi dhe Ahmedi, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Men jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ila yawm al-qiyamah." Ai cili e tërheq petkun e tij me krija lartësi, Allahu azza wa jall nuk e shiqon ditën e gjykimit. Abu Bakar e Siddiqu radiallahu an u friksu, nga se Abu Bakr ishte i dopt. Tha ja Rasulullah, shpeshher një pjesë e petkës tim, tha, më shkon zhang nga se jam i dopt, vetëm me majt me do. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha innaka leste tasnau dhalika khuyala. Ja, tha Abu Bakar, ti nuk je prej atinve që e ban këta me mendje madhësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbron Abu Bakr Siddiqun radiallahu an. Transmeton Imam Muslimi, këtë hadith e ka nxjerr Abu Huraira radiallahu ta'ala an. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash nuk garohet me Abu Bakr Siddiqun radiallahu an. Pyeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cili prej jush thash gju sot agjerues? Tha Abu Bakr Siddiqu, unë ja Rasulallah. Tha cili prej jush sot e ka përcel një gjenaze musliman? Tha Abu Bakr Siddiq, unë ja Rasulallah. Tha cili prej jush sot e ka ushqe një të varfër? Tha Abu Bakr Siddiq, unë ja Rasulallah. Tha cili prej jush sot e ka vizitu një të sëmur? Tha Abu Bakr Siddiq, unë ja Rasulallah. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha nëse një njeri katër çështje këto të katërt i ban, do të jetë prej banorëve të xhenetit nëse i ban gjatë një dite. Pra nëse agjeron, e përcel një gjenaze, e viziton një të smur dhe ushqen një të varfër, garanc e pejgamberit Allahut se do të jetë prej banorëve të xhenetit. Për këtë arsye Abu Bakr Siddiqu ishte njëri prej të parëve i cili e meritoi këtë medale të cilën nuk ka medale më të lartë se të jesh banor i xhennetit Allahut azza wa jall. Abu Bakr Siddiq radiallahu an, me gjithë këto të mira që e përgëzonte pejgamberi Allahut, a kishte vend krije lartësia dhe mendje madhësia të Abu Bakr Siddiqu asesi? Ndëgjoni pra këtë rast dhe inshallah do të përfundoj me këto di raste që na tregon për Abu Bakr Siddiqu radiallahu an. Omer ibn Khattabi tregon dhe thot, përdesa ishim në Medinë, kanë e khalifës Abu Bakr Siddiqu radiallahu an. Në skajtë e Medinës ishte një plak e verbër. Omer ibn Khattabi tentonte që ti shërben kësaj plak. Tha Omer, sërë që shkojshna, tha e gjejshna dhomën të dretum, e gjejsha pun të mbarum, val, kush është ai i cili poja te i kalon dhe po del para Omer ibn Khattabi. Tha një dit e pash dhe ditën dit dhe tretën dit derisa tha shef, tha një dit do të shiqoj val, kush është ai i cili i shërben kësaj plake të verbër? Kush do tjetë përpës Abu Bakr Siddiqu radiallahu an, khalifja muslimanve,
i shërbente dhe i bante izmet një plakës të verbër. Para të, Abu Bakr Siddiku radiallahu an, para se me qenë khalife, ja mjelte dhënd kojshive, kur u bo Abu Bakr Siddik khalife, ato kojshit thanë, mo nuk do të mjel, tha jo vëllah, tha Abu Bakr Siddiku radiallahu an, nuk do të ndryshon, si ka qenë për para dhe për mas, khalifja muslimanve, më kom si pejgamberit Allah, ja mjelte, delet kojshive dhe, shpesher i thënde, ata zon qumshtin, ata lon pazon, kja është Abu Bakr Siddiku, radiallahu ta'ala, që ne inshallah, dhe me diligjerata të arshme, do të nëtoj, ta përmbyllmi, atë diçka prej asaj që ka ardhë nga Abu Bakr Siddiku, nga se ajo që e ka shënu historia për Abu Bakr Siddikun, vallaj, pas ma dhu fare numre, 100 ligjerata, kemi material me fol për Abu Bakr Siddikun, dhe me përfundu dhe me thonë, të lumë që Abu Bakr, se vallaj, i ki bot të pa aftë, dhe gjuat e ligjeruesve vetëm të flasin për historin dhe veprimtarin tone, po ne lusim Allahu në zogjel që Allahu të na ban të mushme që të takomi me këta bura të cilët shëndritën botën, i shpëtuan njerëzve prej errësirave të ndryshme dhe ki kaluan në dritë, i shpëtuan njerëzët prej robërimit të njëri tjetrit dhe i banën rob të Allahut që të jetojnë të lumtur dhe krenon këtë dunja. Allahumma izzil islame wal muslimin, Allahumma ansur al islame wal muslimin, Allahumma khudhul shirka wal mushrikin, Allahumma man arada bil islami wal muslimin khayran fawaffiqhu li kulli khayr, wa man arada ghayra dhalik fakhudhhu أخذ عزيز مقتدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. وأقم